referuar rregullore së procedurës dhe të provave, afati për shpalljen e aktgjykimit nga ana e trupit gjykos fillon me rrjedhë nga dita e sotme, sipas të cilët trupi gjykos ka afat 90 ditë si rregull, me mundësi shtimi edhe për 60 ditë të tjera që i bjen 3 muaj me mundësi shtimi edhe 2 muaj të tjerë si rrethon përjashtuese kur lënda është voluminoze, e rasti konkret është bukur voluminoz për faktin se siç e thash prokuroria në tentativë për të siguruar sa më shumë dokumente është fokusuar në sasi, ndërsa për dallim prej mbrojtjes e cila ndonë se nuk e ka për detyrim ta argumentoj barën e të provuarit sepse një gjë e tillë, një obligim i tillë i takon prokurorisë. Mbrojtja është fokusuar kryesisht në pak dokumente, pak dëshmi, mirë po që janë relevante dhe cilësore për të konstatuar e vërteta. E vërteta është që UÇK-ja nuk ka pas qëllim të kryej krime, nuk ka pas strukturë dhe hierarki dhe zinxhir komandos, nuk ka pas mundësi me ushtruar në mënyrë efektive kontrollin dhe se qëllimi i saj nuk ka qenë marrja e pushtetit sepse në rrethon rrethona as që bëhej fjalë për pushtet, mirë po qëllimi i vetëm ka qenë çlirimi i vendit dhe largimi i pushtuesit serb nga këto troje, e cila është arritur fal vizionit, fal largpamësisë dhe koordinimit me aleatët me theks veçantë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e këtij procesit natyrës politike, natyrës se siç dihet i ka pri zoti Thaçi e cila natyrisht që pikërisht politika UÇK-s është ajo që ka bërë dallimin, diferencën me shumë kryengritje, shumë aktivitete të cilat natyrisht që populli i Kosovës për liri ka pasur në krye të herës. Zoti Llapashtica, ajo që dua të